Ish ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi, ish drejtori i inspektoratit shtetror të tregut Goran Trajkovski dhe 12 të dyshuar të tjerë janë në paraburgim prej 48 orësh për zjarrin në diskotekën Puls në Koçan. Nga gjykata thonë se po veprojnë sipas sugjerimeve të prokurorisë. Gjykata në Koçan pranoi kërkesën e prokurorisë për caktimin e masës së paraburgimit afatshkurtër për 14 të dyshuarit. Masa e paraburgimit afatshkurtër u shqiptua në kohëzgjatje prej 48 orësh, njoftoi gjykata themelore e Koçanit. Bekteshi, Trajkovski dhe një person tjetër janë sjellë mbrëm para gjykatës në Koçan. Pas marrjes në pyetje, ata janë dërguar në burgun e paraburgimit Shkup. Së bashku me ta janë marrë edhe 3 persona të tjerë. Të tjerët janë në repartin e paraburgimit në burgun e Kumanovës. Paraprakisht është marrë në pyetje edhe kryetari i komunës së Koçanit, Ljupço Papazov, i cili siç ka njoftuar prokuroria, do të merret vendim për statusin e tij të mëtutjeshëm në procedurë. Është bërë marrja në pyetje e kryetarit të komunës, i cili ka dhënë sqarime dhe informacione të caktuara. Një deklaratë e tillë krahasohet me materialin dëshmues dhe me kompetencat e komunës, pas së cilës do të vendoset për statusin e tij të mëtutjeshëm në procedurë, njoftuan nga prokuroria. Të dyshuarit akuzohen për krime të rënda kundër sigurisë së përgjithshme nga neni 292 i kodit penal, me dënim me burg prej të paktën 3 vjet pa kufi të sipërm, i cili mund të shkojë deri në 20 vjet.